Jam me doktoresh Joana Kume, ne ndoqëm në një puntat më parë procedurën e akupunkturës dhe të mirave që sjell ajo në organizëm. Doktoresha na premtoi që do të ndiqnim edhe procedurën e hedhjes së kupave. Duket që është përdorur në lashtësi, por duket sikur ka një rikthim në ditët e sotme. Mirë se të gjetëm, doktoresha. Përshëndetje, mirë se erdhët. Terapia e kupave është një nga terapitë shumë të rëndësishme dhe në kohët tona është rikthyer. Zanafillën e ka nga Kina e lashtë, nga vendet arabe dhe pastaj erdhi dhe u përhap edhe në Evropë. Në shumë popujt e Evropës përdoreshe dhe vazhdon të përdoret tani më me një intensitet më të madh. Arsyeja është sepse u pa që nëpërmjet kësaj terapie ne nuk kemi as medikamente, as invazive, as dëmtime të ndryshme, por kemi vetëm përmirësim të trupit ton. Në çfarë ndihmon terapia e kupave? Në radhë të parë ndihmon në muskujt, duke bërë një lehtësim, relaksim të muskujve, duke rritur qarkullimin e gjakut në zonë, duke dhënë një, siç i themi dhe ne mjekët, një rritje të qarkullimit lokal, aty ku ne kemi zonën e dëmtuar dhe ku ne duam të shtojmë, por duke rritur qarkullimin e gjakut, sillim edhe elementet antiinflamator, të cilët gjaku i sjell. Rrisim imunitetin e organizmit dhe në këtë mënyrë kemi rikuperimin e trupit. Në zona të caktuara, përdoret në fizioterapi, në problemet neurologjike, përdoret në terapitë e barkut, në dhimbjet e barkut, përdoret me shumë rezultat edhe në celulitet e ndryshme, përdoret në obezitetin për të bërë shkrirjet lokale të dhjamit në zonat të caktuara, sidomos në pjesën visceral, në pjesën e barkut, në këmbët dhe në zonat të tjera. Nuk duhet të kemi kujdes sepse ka dhe zona që nuk duhet ta përdorim. Në cilat patologji? Në qoftë se ne kemi dermatite të shprehura, në qoftë se ne kemi plagë, në qoftë se personi merr antikoagulant të theksuar, të fortë, ose në qoftë se personi ka trombe, në këto raste nuk përdorim. Domethënë ka edhe kontraindikacione. Duhet pasur kujdes. Gjyshime përdorte kur ftohesh. Në të ftohurat e jep një rezultat shumë të mirë dhe shumë të shpejtë. Përse? Sepse në zonën e mushkërive ndihmon në zhvendosjen, në hapjen e mushkërisë, duke lëruar muskulaturën e cila është e kontraktuar në rastet e ftofjeve, çlirohet muskulatura dhe kështu që lirohen edhe bronket dhe mundet edhe bëhet drenimi, domethënë nxjerrja e sputumeve ose e ftohje të ndryshme që mund të ketë personi në fjalë. Përdoret që tek foshnjat dhe deri tek mosha e 3, e 4 e më tutje. Me njëherë, kemi lloje të ndryshme kupash. Janë kupat me flak, që janë të përdorshme që nga lashtësia, por kemi edhe kupat të tjera të cilat janë më të shpeshta. Janë kupat kauçuke të cilat punojnë nëpërmjet vakumit. I vendosim në zonën që kemi problem dhe nëpërmjet torezës e tërheqim. Këto janë shumë të mira sepse ne bëjmë një tërheqje aq sa duam, dhe nëpërmjet kësaj kapakut që ka sipër, fusim ajrin dhe kjo del nga pozicioni vet. Kupat të tjera janë dhe kupat e silikonit. Të them të drejtën, këto janë kupat që mua më pëlqejnë shumë dhe i përdor më shpesh. Janë të përmasave dhe matësive të ndryshme. Nëpërmjet kupave të silikonit gjithmonë duhet kemi parasysh që trupi duhet të lyhet me një substancë vajore. Përdorim një vaj masazhi, përdorim një krem masazhi në mënyrë që kupat të rrëshkasin. Këto nuk janë kupa statike, kupat e silikonit, sikundër janë kupat e tjera, të cilat lënë edhe një shenjë në trup kur mbahen. Ato kanë. Do të pyesja, ç'do të thotë kur të ngelet ajo shenja pas? Shenja nuk është hematom, por është rritja e qarkullimit të gjakut lokal, sepse aty kemi kapilarët të vegjël, të cilët ngrihen dhe veprojnë në zonën konkretisht. Kupat e silikon janë të matësive të ndryshme. Këto zakonisht i përdorin për trupat që janë më të mëdhenj, më obez, siç e kemi modelin e kemi fit. Atëherë, përdorimi është i tillë. Krijojmë një vakum, krijojmë një presion negativ dhe ky presion negativ që krijojmë ne e tërheq lëkurën sipër. Këtu kemi shtresa të ndryshme muskulare, 4 shtresat muskulare, të cilat vendosja e kupës, po të shohim me kujdes, e ngren muskulin sipër, e ngren lëkurën dhe këtë bëjmë një tërheqje të kupës dhe në këtë mënyrë ne i bëjmë një masazh. Është një nga masazhet më të mira dhe shenja që skuqja që lën, domethënë kjo hiperemia lokale që lën këto kupat. Këto nuk janë
Këto janë kupat të cilat janë të lëvizshme, sepse punojmë me këto mbi trup. Kupat statike, të tjerat, ose ato me flak, ose të kauçukut mbajnë 8 deri në 15 minuta. Tek foshnjat e vegjël mbajnë 2 deri në 5 minuta. Tek të rriturit mbajnë nga 8 deri në 15. Ajo varion edhe nga lloji pathologjisë që duhen të punojmë, nga mosha dhe nga shumë. Ke një problem të vogël, nuk je pa gjë. Skuqja na jep edhe një vërtetim të problematikës në fjalë. Këto që tregon që muskujt janë të ngurtë. Kemi një ngurtësi muskulor në zonë. Lëvizja dhe kjo hiperemia që japim lokale, çfarë bën? Bën me njëherë ne shohim një zbutje të muskulaturës mbas punimit me kupa. Kupat punohen në pjesën e kurizit për të ndihmuar gjithë problemet muskulare që mund të ekzistojnë, përdoren në patologji të ndryshme, kur kanë vështirësi në ecje, vështirësi në artrite të ndryshme, përdoren në celulitet. Është shumë rezultative, biles në celulitet janë këto kupat të cilat përdoren dhe me shumë efikasitet. Por kemi edhe kupat e tjera të cilat janë kupat e estetikës. Unë zakonisht kupat i përdor shumë herë mbas akupunkturës. Mbas bëj akupunkturën kam bërë një relaksim të thellë të muskulaturës, pastaj vendos kupën dhe bëj një unifikim të pikave dhe ndarje të këtyre shtresave muskulare që të kemi një rikuperim sa më të shpejtë. Paksojmë seancat dhe shpejtojmë kohën e rikuperimit të pacientit. Kur punojmë, terapia me kupa është 15 deri në 30 minuta, që mund të bëhet sipas rastit dhe sipas pathologjisë së caktuar. Zakonisht frekuenca është 2 deri 3 terapi në javë dhe vazhdohet për 1 muaj parafërsisht. Në qoftë se personi ka nevojë që të ripërsëritet, lehet 1 ose 2 muaj off dhe pastaj ripërsëritet në mënyrë të tillë dhe kombinohet. Mund të kombinohet me fizioterapi, mund të kombinohet me akupunkturë, por edhe vetëm terapia e kupave është shumë efikase, shumë e rëndësishme dhe e ndihmon person. Menjëherë ndjen lehtësimin. Duke pasur parasysh që nuk do të përdorur në disa raste të caktuara kur ka plag, kur ka ekzema të avancuara, aty duhet kemi kujdes. Në të gjitha rastet e tjera përdoret dhe është shumë e suksesshme dhe e këndshme. Ndjen menjëherë veten mirë personi. Dorada, do të kisha dëshirë që kupat kozmetike, nëse pranon, ti demonstroja tek juve. Kënaqësi. Ordëratesh. Atëre, paraprakisht vëm pak është një vaj më specifik ky që vëm për fytyrë, por mund të vëjmë acid hyaluronik, mund të vëjmë kolagjen, mund të vëjmë peptide të ndryshme të cilat të ndihmojnë. Krijojmë një hiperemi lokale dhe fillojmë. Thithim pak dhe vazhdojmë të tërheqim. E ndjen tërheqjen? Është shumë e mirë dhe për jawline. Ti nuk ke nevojë për asgjë, e dashur, po. Dhe kjo është për pjesën e muskulaturës. Atëherë do vendosim dhe këtë që është për vetëm pjesën e syve, kjo e vogla fare. Opa. Thithim dhe lëvizim. Thithim dhe lëvizim. Gjithmonë lëvizjet janë nga poshtë lart dhe nga qendra në periferi. Atë që duam që të ngrem fytyrën lart. Dhe nga krahu tjetër. Faleminderit. Po të kruda e ballit? Natyrisht, te kruda e ballit mund të vëmë dhe të madhe. Gjithsesi ti ke një ball minion. E ndjen thithjen. Okej. Dhe është shumë e mirë dhe për pjesën e vetullës. Ta ngren lart. Në të njëjtën mënyrë veprojmë edhe tek pjesa e gushës, duke bërë e qafës, thithjen dhe kalohet për në periferi, tek jawline dhe më poshtë. Në këtë mënyrë kemi një tendosje të atij muskulit që është më i zorshëm. Do vi një herë tjetër seriozisht vetëm për ta provuar qafën edhe. Po, është kënaqësi e jashtëzakonshme, është kënaqësi e jashtëzakonshme. Unë ju falenderoj pa masë, unë ju falenderoj.